Allahu i lartësuar thot: "Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir." Po sikur Allahu t'ua jepte rrezikun robëve të tij me bollok, me tepri, ata do të bënin padrejtësi në tokë, ata do të bënin të këqija në tokë, nga menjëmallësia, nga kryelartësia, ata do t'i bënin padrejtësi njëri tjetrit, ata do të dëmtonin njëri tjetrin, por Allahu i lartësuar e zbret rrezikun me masë, e zbret rrezikun me masën që dëshiron ai, një masë që është e mjaftueshme për robët e tij, me dëshirën e tij, sepse Allahu i ndan mjetet e jetesës me dëshirën e tij, me vullnetin e tij. Njërin e bën të pasur, njërin e bën të varfër, por gjithçka e bën me urtësi. Asnjë punë e Allahut të lartësuar nuk është kot. Innehu khabirun basir. Allahu i lartësuar është gjithnjohës. Ai e njeh mirë se çfarë është në të mirën e robëve të tij, çfarë është e dobishme për ta, për jetesën e tyre. Dhe ai i sheh krijesat. Ai e shikon se si t'i rregulloj punët e krijesave, se si t'i drejtoj çështjet e tyre. Në këtë ajet Allahu i lartësuar ka folur për mënyrën e ndarjes së mjeteve të jetesës mes njerëzve. Ka njerëz të pasur, ka dhe të varfër. Allahu i lartësuar ka ndarë mjetet e jetesës. Po sikur gjithë njerëzit bëheshin të pasur, po sikur mjetet e jetesës t'i kishin me bollok, me tepri, ata do të harronin Zotin. Ata do adhuronin Zotin. Ata do të merreshin vetëm me çështjet e kësaj bote, do të zhyteshin në kënaqësitë e kësaj bote, duke bërë gjunahe, duke bërë harame. Ata do silleshin me arrogancë ndaj njëri tjetrit. Prandaj Allahu i lartësuar, me dëshirën e tij, me urtësinë e tij, e i ndan mjetet e jetesës me urtësi, duke i bërë disa njerëz të pasur, disa tjerë të varfër, duke e zbritur rrezikun mjaftueshëm për robët e tij. Edhe burimet e jetesës, Allahu i lartësuar i ka vendosur në gjithësi, me kader, me paracaktim, me një masë të duhur, rreshtet e shiut, po të sikur të ishin pak më shumë, çfarë përmbytje, çfarë do bëheshin. Po të ishin më pak, do kishte thatësirë, do kishte bimësi e kështu me radhë. Edhe rrezet e diellit janë me kader, sa dha ato është shkak për jetesën. Edhe gjallësat, pra edhe bimët, edhe prodhimtaria e tokës, dhe aftësitë e njerëzve. Njëri i ka dhënë aftësi për këtë, tjetri ka dhënë për atë, njëri më i aftë, tjetri pak më i dobët nga aftësitë. Dhe mjetet e jetesës Allahu subhanahu wa taala u ndan njerëzve me dëshirën e tij, me kader, me masën e duhur, me dëshirën e tij, po padyshim që me urtësi. Dhe fakti që ka të pasur, ka dhe të varfër, ka meshnet, ka të smur, ka mirësi, po ka dhe sprov, ka kënaqësi, po ka dhe dhimbje, tregon që ka një Zot që ka vullnet, ka dëshirë, dhe i ka ndarë këto gjëra me vullnetin, me dëshirën e tij. S'mund bëshin këto gjëra rastësisht. Padyshim që ky krijues ka dëshirë, sepse janë krijesa të kundërta. Kështu që kjo tregon paracaktimin e tij. Kështu e ka caktuar që të jetë. S'ka mundësi që të jetë kjo rastësi. Kjo tregon vullnetin e tij. Tregon diturinë e pakufishme të Allahut të lartësuar, diturinë e tij absolute. Tregon urtësinë e madhe të Allahut të lartësuar në krijimin e krijesave, në ndarjen e mjeteve të jetesës. Tregon kaderin e Allahut, çdo gjë me paracaktim. Tregon që ai është njohës e gjithçkaje, Khabir, i njeh imtësirat. Ai e shikon gjithçka. Ai e sheh se si ti rregulloj punët e njerëzve. Dhe njeriu duhet ta dinë se Allahu subhanahu wa taala domethënë mjetet e jetesës ka ndarë me terezi, një përpjestim i mrekullueshëm, sikur të mledheshin të gjithë krijesat dhe të propozonin një model krijimi më të bukur, më të mrekullueshëm se ky që ka bërë Allahu, s'do të mundeshin që ta bënin ata. S'do mundeshin. Do të rregulloheshin punët në gjithësi, nëse nuk do ishin në këtë mënyrë siç e ka bërë krijuesi i gjithësisë, subhanahu wa taala. Kështu që nëse njëri është
i ka dhënë Allahu i lartësuar me bollëk, i pasur. Kjo është zgjedhja e Allahut subhanahu wa taala. Do të falenderojmë Allahun, edhe ti përdor mirësitë ashtu si pëlqen Allahu i lartësuar. Nëse i tjetër ka vështirësi mjetet e jetesës, ti lut Allahu që t'i jap nga mirësitë e tij. Dhe ta di që Allahu ka dashur mirë për ta. Se mase po të kishte me të prizë do ishe besimtar. Ku dihet? Do mashtrohej me pasurinë, edhe do e linte rrugën e Zotit. Subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar e di se çfarë vlen për gjithë secilin. Mbase një njeri ka mjaftueshëm jetë e jetese, po i ka dhënë Allahu qetësi, i ka dhënë Allahu iman, i ka rregulluar Allahu punët. Një tjetër është i pasur, i ka dhënë Allahu iman, ja ka rregulluar punët, ja ka mundsuar që pasurinë ta menaxhojë siç duhet. Edhe të dy këta dalën në një gradë ka Allahu i lartësuar, fitojnë një gradë xhenet. Nga ana tjetër, ndoshta njëri nuk duron, shkel kufit, qoftë varfër apo i pasur. Nuk falenderon Allahun për mirësitë, se mirësi ka si i pasur dhe i varfër. Durimi kërkohet si nga i pasuri, duroj mos bëj harame. Ka mos bën harame. Mos shkel kufit. Durim do të bëj edhe i varfër. Falënderues do të tregohet si i pasur dhe i varfër. Lutë Allahu subhanahu wa taala që na jap rizq halal, na ruaj nga harami, na bëj të kënaqur me ato që na i ka dhënë, ta përmirësoj jetesën tonë, na bëj besimtar devotshëm. Allahu shpëlbeft me të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.